Unë kisha një vizion në mendje. Unë do sillja për çdo çështje të zhvillimit personal nga një libër specifik. Dhe fillova të punoja me manualin e mendimit pozitiv. 100% manuali vogël që e fut në xhep, e fut drejt te xhepi, libër vetëm për mendimet, si ta kthejmë një mendje negative në pozitive, si të punojmë me bllokimet që kemi për financat, me bllokimet për vetbesimin, për shëndetin, për pranimin e vetes, për faljen e të tjerëve që na kanë shkaktuar dhimbje. Pra një mendje negative që ushqehet nga të gjitha këto aspekte, si mund të kthehet në një mendje pozitive, në një vend paqësor. Dhe u krijua ky libër. Gjuha e thjesht popullore, nga shkencë është kthyer te ky libër. E kupton çdo njeri dhe kam ndarë shumë metoda të fuqishme siç janë afirmimet dhe një metodë si përdoren afirmimet, sidomos për shërim. Kam ndarë dhe një eksperiencë personale nga eksperienca me gjyshen time ndjes pas, e cila ka qenë shembulli i parë në këtë planet që unë kam dëgjuar në jetën time që dikush mund të shëroj kancerin. Pra, ky libër ta kthen mendjen tënde negative në pozitive në të gjitha aspektet. Ky u bë bestseller.